Mos harro të bësh subscribe. Përgatituni për tronditje të mëdha. Këto 3 shenja do përjetojnë ngjarje që ndryshojnë jetën. Në botën e yjeve, asgjë nuk ndodh rastësisht, çdo lëvizje planetare ka një mesazh, një sinjal, një energji që vjen drejt tek ne. Dhe në këtë periudhë që po vjen, fati, transformimi dhe momentet e mëdha nuk do të shpërndahen njësoj për të gjithë. Vetëm disa shenja do kenë privilegjin apo sfidën të përjetojnë diçka që ndryshon rrënjësisht rrjedhën e tyre. Bëhet fjalë për përvoja që nuk vijnë çdo ditë, një vendim i madh, një takim që të ndryshon jetën, një propozim që nuk mund ta refuzosh, ose një kthesë e papritur që të nxjerr nga rutina e zakonshme dhe të çon drejt një niveli të ri, qoftë në dashuri, karrierë apo jetë personale. Këto nuk janë ditë të zakonshme për këto 3 shenja. Është si një alarm kozmik që po bie, një thirrje për të zgjuar, për të vepruar, për të dalë përpara dhe për të kapur mundësinë në ajër. Dhe nëse je pjesë e këtyre shenjave, dije se gjithçka që ndodh tani ka një arsye më të madhe, sepse jeta jote është gati për të ndryshuar drejt një rruge të re. Ndaj, mos rri në pritje, ndiq parashikimin që vjen dhe përgatitu, sepse momentet të mëdha po afrohen me shpejtësi. Peshorja. Për ty, peshore, ky është një moment ku gjithçka mund të ndryshojë në mënyrë të befasishme. Yjet po të mbështesin fuqimisht dhe Marsin në një kënd shumë të favorshëm me diellin po të nxit të mos qëndrosh më në vend, por të lëvizësh, të kërkosh, të veprosh. Në ditët që vijnë, do të ndjesh një rritje të madhe të energjisë dhe të qartësisë mendore. Mund të vinë lajme për një propozim pune që as nuk e kishe menduar, një kontakt me një person me ndikim që të hap një derë të re, ose një mundësi që lidhet me jashtë vendit. Në planin emocional, Venusi po sjell thellim ndjenjash. Një person nga e kaluara mund të rikthehet në mënyrë të papritur, ose mund të takosh dikë që të vë në pikpyetje gjithçka që ke ndier deri tani. Do jetë një periudhë ku do përjetosh emocione të forta, ndoshta edhe tronditse, por që të çojnë drejt një vetdije të re. Financiarisht, një rrezik që do marrësh tani mund të japë shumë më tepër se sa ke menduar. Mos hezito të bësh një hap të guximshëm. Është koha jote për të dalë nga zona e rehatisë dhe për të shkëlqyer. Shigjetari. Shigjetar, yjet po të shtyjnë drejt një rruge që të fton të besosh sërish tek vetja, tek fati dhe tek rruga që universi po të shtron para këmbëve. Kjo fundjavë dhe fillimi i korrikut janë të mbushura me lajme, lëvizje dhe ndryshime që do të transformojnë jetën. Në aspektin profesional, një derë që është mbyllur më parë mund të hapet pa pritur. Disa shigjetarë do marrin një telefonat që ndryshon drejtimin e punës, një ofertë që nuk duhet neglizhuar, ose një mundësi për ngritje në detyrë që vjen fal njohjes me një person me ndikim. Në dashuri, Plutoni po e çon gjithçka drejt thellimit. Lidhjet e vjetra që nuk kanë më kuptim do të zbehen, ndërsa për ata që janë vetëm, mund të vijë një lidhje që do ju ndriçojë rrugën, një dashuri që lind ndryshe nga çdo gjë që ke njohur më parë. Në aspektin financiar, Jupiteri të premton rritje, por vetëm nëse vepron. Kjo nuk është koha për të pritur, por për të investuar, për të kërkuar, për të ecur para. Një ndryshim vendbanimi ose një lëvizje nga një zonë në tjetrën mund të sjellë fat dhe stabilitet afatgjat. Ujori. Ujor, ti ndodhesh përpara një faze transformimi të madh. Kjo që vjen është si një valë që të tërheq me vete drejt një horizonti të ri, plot me mundësi që nuk i ke konsideruar më parë. Diçka e fortë po vjen drejt teje, një takim, një projekt, një vendim që të ndryshon jetën. Në sferën e punës, shumë ujor do marrin lajme për bashkëpunime ndërkombëtare, për projekte që lidhen me teknologjinë, median ose kreativitetin. Mos e neglizho asnjë ide që të vjen tani, sepse ajo mund të jetë fara e suksesit tënd më të madh. Në jetën personale, po afrohesh me një periudhë ku ndjenjat marrin drejtim. Lidhje që kanë qenë të vakta, marrin zjarr ose shkputen përfundimisht. Është koha për të kuptuar se çfarë dëshiron me të vërtetë dhe të mos pranosh më gjysma. Në aspektin financiar, pritet një rritje e madhe që vjen nga një burim i ri të ardhurash. Disa ujor mund të marrin një bonus, një pagesë të vonuar ose një fitim nga diçka që kanë lënë pezull prej kohësh. Universi të thotë, përgatitu, sepse nuk do jetë më si më parë, një fazë e re nis tani. Siç e pat dhe vetë, për këto 3 shenja, peshoren, shigjetarin dhe ujorin, jeta është gati të bëjë një kthes të papritur, por të jetë domethënëse. Nuk bëhet fjalë për ndryshime të vogla, por për momente të mëdha që mund të lënë gjurmë për shumë kohë në jetën tuaj.
Kjo është ajo periudhë ku gjithçka që ke pritur, ëndërruar apo dëshiruar, mund të bëhet realitet, por vetëm nëse je gati ta përqafosh me guxim dhe besim. Mos haro, universi nuk të sjell rastësisht në këtë pikë, ti je thirrur nga fati të jesh aty ku duhet, në kohën që duhet. Ndaj, nëse je një nga këto shenja, merr frym thellë, beso në veten tënde dhe mos e neglizho asnjë sinjal që të vjen këto ditë. Përpara teje ka diçka që mund të ndryshojë jetën tënde për mirë. Shkruaj në komente çfarë shenje je dhe nëse ndjen se diçka e madhe po vjen drejt teje. Dhe mos haro, abonohu, sepse ditët që vijnë do jenë plot me zbulime, sinjale dhe paralajmërime që mund të jenë kyç për rrugën tënde drejt suksesit dhe fatit të madh.